vëzhguesit ndërkombëtar folën e thanë fjalën e tyre. Është radha e shqiptarëve të flasin dhe të thonë fjalën e tyre. Është radha jonë të flasin dhe të thonë fjalën tonë. Të themi fjalën tonë në Tiranë, të themi fjalën tonë në Paris, në Rom, në Vjenë, në Washington, në Berlin dhe në të gjithë botën. Opozita shqiptare duhet ngrihet në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë historia e vendit nga vitet 90, me qëllimin solem dhe sublim votën e lirë për qytetarët shqiptar. Askush nuk mund, çdo njeri që aspiron votën e lirë, tashmë ka një bazë frymëzuese, në ligjin ndërkombëtar, në vendimin ndërkombëtar që është raporti i OSBE-Odirit për zgjedhjet në Shqipëri. Ndaj dhe pavarësisht nga vonesa e tij, por ai dha verdiktin e vet. Tani u takon shqiptarëve, na takon ne, i takon opozitës të jap verdiktin e vet.